Faqja na ishte dikur sjell Barcaletën, qytetari dhe berberi I qenve. Ishte një ditë e qetë pranvere në Tiranë. Një zotëri vendosi të dilte për një shëtitje në park, duke shijuar diellin dhe freskinë e ajrit. Ai ecste ngadalë, duke menduar për gjërat e zakonshme të jetës, pak punë, pak halle, pak ëndra që s'kishin lidhje me realitetin. Më pas ndalon dhe ulet në një stol, ku ngjitur me stolin I shulur një qen I bukur dhe I qetë. Papritmës, një figurë interesante ju afrua. Nuk ishte thjesht një njeri, ishte një berber qensh, me gërshër dhe vegla në dorë, duke kontrolluar për qenë që kalonin aty pranë. Me një zë plot vetbesim, berberi e pyeti: "Ata qef qenin?" Zotria, I habitur, shikon qenin pranë këmbëve dhe përgjigjet me pak hezitim: "Qethe, pse mos ta qetësh?" Berberi me një herë fillon punën. Fillon nga bishti, pastaj qeth këmbët dhe më pas trupin. Duket sikur po krijon një model të ri artistik me gëshërrët e tij. Zotria e sheh me habi, por vendos të mos ndërhyjë, duke menduar: "Po mirë, le të bëj punën e tij." Pas pak, berberi I thot me një zë të qetë: "Atja qeth kokën?" Zotria tashmë I habitur thot: "Qethe." Berberi përfundon punën, mbledh veglat dhe I thot duke buzëqeshur: "Me detyroheni 3000 lekë." Zotria ngre vetullat, I habitur: "Pse?" "Për qenin që të qetha," përgjigjet berberi, me seriozitet të plot, sikur kjo ishte puna më e rëndësishme në botë. Zotria hesht për një çast, pastaj shpërthen në të qeshura. "Tallesh?" pyet ai duke mos e besuar. Berberi shikon me një seriozitet të ngrysur: "Qenin e qetha, duhet më paguash. Rregulli është rregull." Zotria duke qeshur më shumë se kurrë: "Ti e qethe, por qeni nuk është I imi." Dhe kështu, një shëtitje e qetë në park u shndrua në një situatë krejt të papritur dhe tepër komike. Zotria qeshi derisa dhëmbët I dolën në buzë dhe kuptoi se ndonjëherë humori I vërtet vjen nga gjërat më të vogla dhe më të papritura në jetë. Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton. Na ishte dikur.